bëjmë leximin e shenjës së zodiakut të Demit, çfarë po ndodh tek demot dhe si do qëndroj pozicionimi i tyre këtë javë. Shikojmë që demot, identiteti femër tek demot qëndron pak si e mendimit të heshtjes dhe të manovrimit. Heshtja tek këto qëndron sikur kanë kaluar një sfidë dhe një luhatje të gjërave të cilat ato kanë përjetuar këto kohë. Kanë kaluar një fasad pak të errët, si në pjesën e brenda shpirtit të tyre kanë lëndimin, kanë zhgënjimin, brenda syve të tyre tregojnë që kanë qenë të tradhtuar në jetën e tyre. Një person që ka dominuar pak si një forcë negativiteti, sikur i ka luhatur pjesën trazisë së brenda vetes, si në gjendje emocionale, si të shpirtit, plus saj ka ndikuar dhe pjesa që mendimet nuk i shikon më siç i shikonte dikur, shikon pak më larg ndaj vetes, e ka penalizuar vetveten. Shikoj identitetin mashkull, të cilët mendojnë që të arrin diçka më tepër ndaj vetes, të dalin nga ajo kornizë ku ato janë vendosur. I shikojnë gjërat larg pamës dhe kërkojnë që t'i vendosin gjërat të cilat që të kenë përparësi në jetën e tyre. Shikoj pjesën që ka qëndruar pak në heshtje identiteti femër, ka qëndruar në heshtje duke programuar se çfarë do realizoj dhe çfarë do ndaj nga pjesa e jetës së saj. Mendon të transmetoj pjesën e forcës që të vendosi diçka finalizuese ke marrëdhënia e dashurisë. E shikon veten si një botë të akulli, ku e kërkon që të jetë në qendër të vëmendjes dhe paçka se ajo mund të ketë kaluar një pjesë sfide, thyrje të shpirtit, thyrje të trazisë, ka ndikuar tradhtia, zhgënjimi, por kjo kohë do të rezonoj edhe në një përforcim të saj. Shikojmë identitetin mashkull që mendon që gjërat i arrin lehtë, por kanë kaluar shumë pjesë sfide dhe humbje në pjesën e financave. Ka qenë një bashkëpunim jo i mirë midis partnerëve në një biznes. Ka pasur një humbje të pjesës biznesit edhe një pjesë tjetër të cilët këto e mbajnë vetvete si në fshehtësi dhe nuk duan ta përmendin. Vazhdimësia atyre. Kjo periudhë do kaloj lehtë, do kaloj, por duan të arrijnë majrat e suksesit, duan të shikojnë veten e tyre si mbreti. Por do vendosin disa parime të rregullta ndaj vetes për të marrë fitoren dhe suksesin e duart e tyre. I shikoj identitetin femër, pjesët e demëve luftojnë shumë për të arritur, edhe kanë mbetur në një fasad të jashtme, i duket sikur çdo gjë është e përformuar, por brenda vetes së tyre janë të thyer. Shikoj demët që do të arrijnë pjesën e përformimit të situatës së tyre, do shikoj në 2 mesazhe ose më saktë 2 qëllimet e tyre. Shikoj që ato e kanë pjesën e lidhjes së tyre me Zotin, ose më saktë me pjesën e ndjesisë shtëpisë, lutjeve, mund të jenë pjesa sipas feve përkatëse. Shikoj që i drejtohen universit me qëllimet e tyre kryesore për të arritur plotësimin e dëshirave të tyre. Kërkojnë mbrojtjen sepse ndjehen të pasigurta, ndjehen të lodhura dhe të mënjanuara nga pjesët e jetës aktive. Por në marrëdhënien e dashurisë shikoj qetësinë, shikoj pjesën e zgjidhjes së problemeve të tyre. Çdo gjë tek demo do kenë një transparencë më të mirë midis tyre, do kenë një komunikim më të tërhequr midis tyre. Pjesa e meshkujve do jetë pak më e larguar, do jenë më tolerant, edhe do t'i përmbushin qëllimet e pjesës së marrëdhënies, do të tregohen më pjesën më dominuese në dashuri, do falin më shumë ngrohtësi dhe do kenë një pjesë më të ardhur në financa tek vetvetja dhe tek pjesa e jetës së tyre aktive.